The Blue Hour është një botë paralele midis kujtesës së trashëguar dhe përvojës së jetuar. Në mes është artistja. Edhe takimi me publikun me ekspozitën e parë personale në Kosovë për vetë artisten Anita Muçolle, e cila jeton në Zvicër, është një përvojë më vete. Një leje vozitjeje, vull në pasaport e leje qëndrimi, në shikim të parë mund të mos kem pesh. Por kur merr kontekst historik, rëndon edhe si artefaktet që lidh kujtesën kolektive. Gjësandeve krejt të thjeshta, Muçolli u avesh estetikën dhe bashk krijojnë rrëfim. Është rrëfimi që ajo vendos të ndaj me publikun jo për të shpalosur si të tillë, por të krijoj ura komunikimi midis diasporës e vendorëve, mbi të gjitha midis kohëve. Vepra e saj, siç shkruhet edhe në katalogun e ekspozitës së hapur të enjtën brëma në Galerinë Qafa, reflekton mbi mënyrat se si historitë e zhvendosjes kalojnë nga një brez në tjetrën. Nuk është e hera parë që ekspozoj në Kosovë, kam pas të ekspozita grupore, një në 2023 në galeri kombëtare, ato në galeri të madhe, edhe një kam pas në autostrat vitin e kalum, po jam shumë e kënaqur që jam kthy tash për ekspozit personale, se është e hera parë që ekspozoj jashtë Zvicre, edhe hera parë që është ekspozita personale në Kosovë. Titulli The Blue Hour sipas artistes përfaqëson një gjendje përkatësie. Kam zgjedh se kam dash me fol për qëtë gjendjen që njesh, kur nuk je as knej as anej, do me thonë si në state of limbo, që une menoj edhe di që shumë njerëz në diaspor, po edhe shumë njerëz që emigrojnë e njën vetën në qatë state of being. Nuk pret nga vizitorët vendës që domosdoshmërisht të kenë ndonjë ndjenjë apo të marrin ndonjë mesazh nga veprat e saj. Interpretimin e lë të hapur dhe kjo është një matricë konstante e artit të saj. Besoj që kanë mundi shumë njerëz diqysh kanë mi po veprat, edhe nëse janë diaspores kanë mu lidh diqysh për një anë tjetër me vepra, se veprat janë të full për që të sen që e përjeton njeri që emigran. Periudha në të cilën është hapur ekspozita duket të jetë e mirë menduar për t'u hapur kështu dyert edhe vizitorëve nga diaspora, numri të cilëve është i madh gjatë verës. Instalacioni Permis D është njëra prej 7 veprave të ekspozitës. Një leje qëndrimi zbërthehet si një lloj artefakti që i paraprin fatit të emigrantëve. Dokumentet e skanuara skanojnë 6 etapa që lidhen një rrugtim. Tek u jep tistin estetik me mënyrën se si prezantohen, rrëfimi s'është më vetëm personal. Mes dokumenteve është edhe ai drejtuar autoritetit zviceran të migracionit, përgjegjës për çështjet e azilit dhe të qëndrimit, ku konfirmohet se Nafise Muçolli, nëna e artistes, ishte shtatzën dhe pritej të linte më 5 tetor 1993. Te një tjetër vepër si Connected Plates, ajo zhvendos në galeri një copë shtëpie. Është një raft pjatash që ngjallen interpretime të ndryshme. Është pikërisht ajo që kërkon artistja, që arti i saj të lexohet nga secili. Kuratorja Hana Halilaj ka thënë se tematika e shpërnguljes, migrimit, ishin ato që bashkuan interesin e tyre për një ekspozit grupore vitin e kaluar në Berlin dhe më pas çoi drejt bisedave më të thella me artisten Muçolli, të cilat sollën ekspozitën e saj të parë personale këtë vit në Kosovë. Unë kam pasur mundësinë që të bashkëpunoj me Anita Muçollin edhe në vitet e mëparshme, edhe kemi qenë bashkëbisedim rreth tematikave të ndryshme, rreth praktikës së saj artistike, mirë po dhe një interesi të përbashkët. E në vitin e kaluar e një ekspozitë grupore të prezantuar në Berlin, e cila ka trajtuar tematikën e shpërnguljes, migrimit, duke shikuar këto prej prizmit të gjeneratës së dytë të personave cilët kanë migruar, jo vetëm nga Kosova, mirë po nga diaspora në përgjithësi dhe nga perspektiva të ndryshme.
Historia familjare e Muçollit, siç prezantohet në katalog, është pjesë e një trajektoreje më të gjerë migrimi nga Kosova në Zvicër. Ka theksuar praktikën e thellë të artistes në hulumtim, një marrëdhënie shumë të mirë me mënyrën se si komunikon edhe se si trajton materialet. Urtina Hoxha, vizitore, ka pëlqyer mënyrën se si artistja i përkthen në art dokumentet arkivore. Mu personalisht shumë po më pëlqen, muj me thonë që pjesa ime preferume është se si arkivat janë përdorë dhe janë përkthy në mediume të reja, nështë që nuk janë shumë tradicionale, dhe më thonë nuk është veç një vulle përkthyme në fletë, po dhe më thonë ka bo instalacione, e kjo është pjesa ime preferume. Gjithashtu është shumë rëndësishme për mu me pa punë tilla ku memorjet edhe arkivat personale të familjeve tona, të grave të nanave tona, dhe më thonë janë të pjesë e ekspozitave në institucionet e tona. Anita Muçolli është artiste kosovare e lindur në Zvicër, e cila jeton dhe punon në Bazell. Sipas biografisë së saj, hulumton gjurmët psikologjike që lën objektet, ndërtesat dhe hapësirat mbi njeriun.